I don't wanna push, but you're making this hard. I know something's going on. There's dishes in the sink and trash in the front yard. For days, as a backup, Arakel tries to sell his. Tell me, what can I do? Do I go for a walk? Should I stay with you? I'm tired of sitting on my hands, watching what I love wilt like a houseplant. Do you feel alone in our home? 'Cause I feel alone in our. Të njerëz dhe mirë se erdhët. Sa po erdha, thash se vdisha jashtë. Ai shumë vap 25 gradë. O, zotë mbyste makina. Më vinte i natën disja kondicionerin, se më duket sikur jemi akoma në pranverë, jo në verë. Edhe duke qenë se nesër do vej gati 27 gradë, unë dhe ante do kem në plazh. E kemi 2 orë e gjysmë 3 orë larg në Holland, do kem në oqean, do më thënë se këtu se ka detë si në Shqipëri. Por ka oqean të madh. Era e parë që do e shohim, është gati njëjti, jo gati, është i njëjti oqean që lag Portugalin. Lag edhe pjesën e Hollandës, po ta shohim si është këtu, është aq ftohtë sa thon, si është, unë nuk është të lahem, se jam një apasionuar të lahem në det, por dola se do blija ca snack. Thash po marr ca snack të mira për me vete, jo. Jo njerëz, unë jam i çmendur, përfundimisht nuk ka tjetër shpjegim. Si fillim, kam bler këtë në Amazon, se më shtua dhe Amazon tash edhe këtë kisha mangët, se s'para blija aty. Bliva këtë. Nuk e kam marrë për plazh nesër, jo, edhe pse ka rastisur, se e kam hapur, shifeni, se mos prish në një gjë. Shikoni sa e bukur është. Tada! Kjo çadra e madhe e kam marrë për balkon, se ju e dini që ne jemi kati i fundit, edhe nuk kemi çati në balkon. Tani, unë baja mund që kisha parë një në ato mbështetëset e këtyre, se do dha të gjën që ta mbështesër, se mund ta vë në qimento. Edhe thash do kita ble. Vajta te Lidli, që kisha pa 25 euro. Thash, 25 euro, I'm so sorry, por është shtrenjtë, nuk e dua 25 euro, e dua më pak lek. Edhe vajta te Jusku, se më kujtohet që kisha parë dhe aty. Aty ishte 8 euro, po më tha ideali që kjo është shumë e lehtë, është për çadrat e vogla dhe nuk është për çadrat e mëdha, si e ke marrë ti. Okej, edhe ndërkohë që rrija aty, pash 2 tavolina Chelsea. Nuk e dua këtë tavolinën që kam bler, vete kam bler, unë e kam zgjedhur, unë e kam bler para 2 vjet, 1 vit e gjysmë 2. Dhe që kur e bleva nuk e doja, kuptoni jo sa i smërsh njeriu i shkret. Edhe bleva dhe tavolinën, isha këtu në hërdet e Jusku që kam unë të lagja ime, këtu nuk kishte, edhe pash online ku kishte në Holtzviken. Unë dite i atje se rrugës kam punën, por unë nuk isha bateri në telefon. Edhe mi vura GPS-in për t'ikur, pas të për të ardhur më rap bateria, mëzi e gjeta rrugën, po okej, erdha, pash edhe një aksident të rrugës, më mbyll edhe rrugën ja 10 minuta se erdi policia, unë pa GPS, tash humba. Por jo, nuk humba, erdha në shtëpi si zonjë. Edhe, ju tregoj tavolinën. Kjo është tavolina që bleva për ka figura të ka. Ja, shikoni? Janë 2 tavolina të vogla. Pejxami ishin bërë në ofertë, në 80 euro, ishin bët 20 euro. Të pak të një ka marrë sa një palë gjinë, se të mendosh. Që këshu, tani, nuk më le entuziaste, më të bëjmë gati nesër për plazh të gjithë robot e banjës të mija të andit, të bëjnë një sanduiç në një gjithë vogël me vete, që nuk besoj se do marrë sanduiç, se dua të provoj ushqimin në Hollandë, sepse atje ku do bëjmë ne ka dhe oysterke, dhe unë vtes, edhe tash ato kanë sezonin, atje është një fshat i gjithë me to. Mezi po pres të iki, ju nuk e keni idenë sa mezi po pres unë të iki nesër. E do nisemi nga ora 6. Kështu më ka thënë Andi, bëj gati qëra që të ikim, sepse po vënove në mëngjes. Më tha nuk ikim, më tha, sa është largë, është 300 km. Të
300 vajte 300 arka se nuk do flem se të premte në shanti në punë. Që kështu unë dhe t'i pëgjerat gati sot, por jo, mua nuk më le entuziazmi të hap tavolinën dhe do hap tavolinën dhe do mbyll tavolinën, do bëj tavolinën tash. Strangers feeling about to explode. I held my breath to make sure I didn't say something weird. Light as a feather on weekend. What on earth did you do to me? I let you in before I even knew who you were. Your hair was just so, and your eyes were also. All my dreams are now. I wonder where did you go? I have to know. Cheers njerëz, cheers të gjithëve punëtorëve që punojnë për një majnë. Edhe Jo që punojnë për një maj. që kam punuar dhe cheers dhe për ja një kanë majnë. pushim punë. Po. Edhe ne të dy punëtorë. Ne morëm, e më në keni pushim, jo e morëm. Unë kam për ditë pushim për vetë të në vështë në kura, dhe Pa këja ka një punë është special, ja. me qëra lafi se më kështë thënë njëra që e ka marrë bënjishin me lekë, se më ka ardhë shumë i natë, më ka zënë gjumë i natën. Njërës e ka marrë bënjishin me mund. Me mundim, ka vajtë nuk muaj në kurs. Ku e si thot, Nuk di, nuk e kam fjallën. Nuk di gjëmanisht, nuk e ka fjallën që nuk bon një muhabet, se flet më shumë se unë. Kupton më shumë se unë. Ore, flasun, Edhe bëj muhabet. bon goxha muhabet, por e ke parasysh kur Me jem erdhi një punë. zotëri edhe më pyeti. A ka shkarkus lavamani? Hajde, erë se nuk e din shqip. Unë edhe shqip më kërkonte atë zorën që ishte poshtë lavamani që është kështu. Po, dhe Mesi thonte me ma një emër. shpjegoj pastaj, më tha mua ku është lavamani që la nduart ajo poshtë, se ka emër ajo zorra. Po ta dia unë në bënjisha dhe emër. Këto fjale kanë fjalen që them nuk di, ose kur thon produkte specifike, për shembull spacull për atë stukimin ose gjëra se ka dhe gjëra ndërtimi, ose kërkojnë trapana, gjëra kështu të veçanta. Kjo po, për zakonisht erë se vetën e punës nuk i njeh, nga që Po, se nuk i kam bërë. Nuk i ka ra në punu edhe. Po edhe shumë i ka mësuar tash, ose kërkojnë për farat, kërkojnë ato dritat, ato liçtet, ose kërkojnë gjëra të veçanta, e keni parasysh. Për këtë unë them ndihem keq që nuk di, nuk them se ti them atij das ist da, ich bin hier, wir sind hier, ke parasysh këto gjërat elementare, ose të bëj një muhabet ta mbash fillin e muhabetit është shumë herë më lehtë se sa të vinë një person dhe të kërkoj diçka. Thjesht se u zjata për këtë temë, thjesht se më erdhi natë që të më akuzojnë sepse asnjë gjë në jetën time se kam marrë kurrë me lekë dhe jam shumë kundër, edhe të supozosh që dikush e ka marrë diçka me lekë, domethënë t'ia hedh fajin personit që ka bërë krimin edhe të gjithave bashkë. Nuk kishin shku lekë deri se të kisha marrë unë i pari. Unë pretendoj të marr lekët mbrapsh. Kështu që nuk e ka marrë me lekë edhe E ka marrë me mund, edhe me dije, edhe unë di bënjish. Se çikesh edhe fajin që s'tem zdi, po jo më njëre se unë di të flasë, kam bë patentën vete, kam bë llogarit vete, të tëra veti kam bë, po nuk di, e kam fjallën që të shkoj më tutje. Që të qalon, domethënë. Po, që të bëjmë atë në raste të zhvillume pak më shumë. Po përveç kësaj, ne jemi në Hollandë dhe jemi në Zeland, në si e kishte Burg e kishte, po si e kishte emrin Donburg. Don Omar, Donburg. Do të tregoj se më vendodhe kështu. Po, është super perfekt. Është shumë bukur. Ishte një fshat i vogël, qytet i vogël brenda, me ato vilat karakteristike hollandeze që janë me kështu, se ma ka shpjeguar Alvio tashi dhe ajo quhet Dutch brick. Ajo ndërtimi me kështu me tulla hollandeze dhe është revolucioni i tyre që këta kanë bërë, edhe një pjesë e Gjermanisë, se ma shpjegoi Alvio arkitekti kur ishte. Edhe ne kemi ardhur në plazh, jemi në oqean. Data është 1 maj dhe jemi 26 gradë. Po, dhe ka pa e sap njerëz kanë. Pafund. I futëm hongërëm një
fish and chips. Fish, po. Fish. Fish and chips. Ja, genau. Edhe ishte musa hyje, kishte super radhë, Ishte- thandi, unë tash hajde se shakullore, jo, Ja, më tha mua, tash ka po një nga- që tjetër. Ne gjithmonë i gjym të radhë, domethënë këto vende ku ka radhë. Gjithmonë. Në qoftë se treqeriku njerëzve janë të ikin nga ato vende, ne jemi ku të vejmë në ato Po, ne vende. shkojmë sepse e dim që aty ka diçka dhe ka të përmarrë të radhë dhe ne hajmë aty ose pimë ose kur. Edhe paguam aty 25 euro, morëm edhe një oktapod që nuk bënte 1 lek, po fish and chips ishte shumë e Po, mirë. ta po të zbëndoj lek, morëm edhe 2 siktor, Do quhen nga ice 6 cappuccino. euro. Po, nga 6 euro. 12 euro, 12 euro paguam parkimin, 24, 25, 50, edhe e burri donte çadër. Morëm një çadër dhe një shezlong. po. I morëm sepse me vërtet është çik diell dhe s'mund të rrishim dot 3-4 Jo, orë mund të diell. rrim, mund të rrim dhe ti do e mbyllësh tash se unë hap Jo, tot zota, pa nuk diell. do rrim këtu si zotnini. Jo, ti s'do rrish se unë doja, i thash antit marrim ty sambed, marrim ty kështu qa quhen këto shazlona, edhe lëm çadrën. Jo, unë Nëse du unë çadër. kisha qef shezlongin dhe këtë çadrën. Edhe shazloni nuk e donte. Po, përgjithësi Çadra domethënë, bënte 4 euro e gjys, shazloni bënte 6 euro e gjys. po ishin 50 cent më lirë nëse Po pagoshe ishe me kart. me cash. Me kart. Kesh ishte 50 cent më shtrenjtë. Po. Do bënin 5 euro, 7 euro. Po, domethënë gjithsej sot kemi harxhuar duke 60 60 euro. po 60 pak euro. Po kaq, pastaj Pa nafta, pastaj ndoshta mund tajmë të diçka, ndoshta hajmë, ndoshta sarl. Qefin e Qofin kam në provu një- mirjet. po, midhet dhe Edhe- oysterket edhe sepse është vendi Po, ku sepse janë prodhon më zonë. shumë. Edhe tash është edhe sezoni, më shumë mundësi do hajmë edhe Edhe ato. ka një 2000 sikëll sa atje. Seagulls janë pulbardat. Po, pulbardhat edhe me zi kemi hungur shpejt chipsat se ne hashin ato. Po sepse Shumë janë me paralajmërim këtu që kujdes ka pulbardat. Edhe kujdes sepse dihet që jemi në Mua më oqean. kanë morë një dhe herën e dytë nuk ja fal. I herë e ha, kjo pulbardha bukën, nuk ka dy herë. Herën e dytë do e bësh ta me potatë, do e hash dhe ti Ja, sa no. asimish. Amon, Jo se sa pular ne do ta udh pastaj, nuk ka hiç. Ja, mirë, okay. Edhe kjo është dita jona jon, jeni shumë mirë. Gëzuar dhe juve një Edhe ju. majnë, edhe Po, shpresoj që shpresoj, t'keni bërë po. një aktivitet të bukur dhe t'jeni Shpresoj. kënaqur njësoj si ne. Sepse është ditë pushimi dhe pse mos me Pip dal. bambuje, era e parë dhe shumë e shumë tut që do pish Edhe me si është këtë. shpreha, you coming home with me, se është You are coming home with me, do të jo ti do flakësh të koshti se nuk kam në home with me. Se s'bën? Jo, mos pëlqeu. Ikëm tash që njerëz të shijojnë Cheers. dhe ne pushimin ton të dy bashkë. Po. Cheers! Mindje. Shikoni, është plotë për plotë. Marr vetëm pse ishte kështu e bukur. Po nuk e di Waiting çfarë. for a sign. Çadrët banda burrit. Turn back time, see fairy tales so awake and alive. Everything about you is honest and true. What do you say? Can you picture yourself? Më duket vetja bashkë me burrin. E burri po tim. Po. Na duket vetja sikur jemi pjesë në një filmi, në ato bregdetarët, me këto shtëpitë e bukura dhe ne jemi një çift i ri që kemi ardhur me pushime dhe jemi njohur me njëri tjetrin dhe jemi dashuruar. Keni parasysh ato telenovela turke që janë shumë herore. Por neve kemi një dashuri shumë të çuditshme me njëri tjetrin, sa kemi në ato çifte që vetëm për të asim, jemi makinës mirë, ktheu këtej, hyr këtej. Jo, po herë se flet shumë ti mo. Po, unë flas shumë. Edhe sot i kam dhënë unë 100 kilometra, mu ben Sa? ujë 100 kilometra. Për afërsi, 70, 60. As 60 po. Edhe I dham gjes. u lodha shumë edhe në të drejtën. Jare, për këtë pas ka që parkim gratis. Fjala gratis dhe unë kemi një marrëdhënie shumë të mirë. Por, ne kemi Gjuhët e botës e kupton. Ne kemi vajtur në një vend që ka Oyster. Shifën? Shifëni këto, i këtu rriten ato. Këtu. Se mira. Ato të shishmet. Edhe kemi vajt me një lokal tashim, po që nga shumë e bukur si pamje, do ua tregoj. Edhe të kemi të hajmë, si tham, midje dhe ostri.
finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. Po Andi s'na the si janë. Ten off. Ku t'ka sjell gruaja se Andi paguan unë gjej vendet. Kështu është. Kështu Po. kemi milionë familjarisht, kështu. Po, edhe funksionojmë shumë mirë. Më mirë sa nuk ka. Po. Vetëm xhepi ime di se funksionon. Po më mos e lekët bashkë kemi Ja, po. marrë bëjmë shaka, po lërsi që të mund gjerë këto venet edhe normalisht. 400 km larg shtëpisë tonë, po çfarë se ka, Edhe për mjede. Po, me ju mendoni sa kushtojnë? Ja. Buxheti. Nxiru burri. 가만히 더 느껴봐. 기분 Sa jam kënaqur sot, shumë faleminderit që na sollën. Njerëz sapo hëngrëm një trek. Oh, sa të mira që ishin. Ishte një pjatë. Ten nga Shko tash. Ten nga ten. Po ishte një pjatë e kushtonte 120 euro për ne të dy. Po ne jemi fukarenjë dhe nuk e blem atë pjatën. Tani të jemi realist. Ata e donim. Po nuk ishim lek. Do të thënë kemi lek, po s'donim të harxhonim për atë, Po. sepse unë kisha lexuar shumë review online që thoshin që ajo pjata përveç oystrikeve dhe midjeve, gjërat e tjera nuk ishin shumë S'janë aty ku fresh. duhet. Po, s'janë aty ku duhet. Shumë vlerësoshin midjet edhe Po, edhe oystriket. oystriket. Edhe ne morëm 12 oystrike, i morëm Po. të ndryshme, edhe një që quhet imperiale e Hollandës. Ajo s'ishte gjë. Ajo ishte shumë për- e ëmbël, Po. shumë e ëmbël. Jo, s'ishte ishte ajo petashuqa që theti më pëlqen. Ajo si kështu e Ah, duta. ah. Ajo Jo, ishte kisha që ishte se morën 3 lloje, fillim Po. morën një të ëmbël, këtë të Hollandës Hollandës edhe një pak më sallë, më të kripur. Edhe Ajo kjo ishte kripura ishte shumë e mirë, morëm edhe një 6 tjetër. Po ne tani shpirti na qante për atë pjatën. edhe kur kalum të shikë restoranti që për shembull kjo pjesa I shumë thërë e parë. shife. E, shife, here hapis. Here hapis. Sa bëjmë shaka. Po, do vim përsëri këtu, i japim notën 10, si gjithë të tjerët. Është goxha larg dikush ndoshta që është te afër Hollandës. Po, ndoshta dikush mund të ishte. Düsseldorfi, që është Apo pak më Düsseldorfi, afër. s'është Po, 3 orësh nga Dortmundi. Një 3 gjysë 4 shkoj isha. Jo, 4 orë ka na shku. këtu. Na këtu, se i bëjmë erdhëm 45 minuta nga Po plazhi 5 këtu. kilometra, po Po. 60. E erdhëm Kastila nga plazhi këtu, se unë e kisha parë në TikTok. Edhe kështu. Shifa edhe unë kam një oyster. Jo, një Me mirë. vjen gjigante të bardhë, Por e bardhë. e mora aty te restoranti. Babun edhe me një kështu se tallë, Tash më do se e dalim- kam marrë të Do temu. dalë tash ofre edhe 5 Po. minuta, vetëm 5 Edhe minuta do do ikim se ikim kemi për edhe 4 orë shtëpi. rrugë për të shpi. Edhe 3 orë kemi, një orë Hajde, e hajde, pem. 3 orë si pasagjere, 2 orë thotë ty. Shifani, si e horoskopit. Shifani, si behen. Nuk sa që ka kjo. Ai, më deti. Burri, unë kam marrë dhe përgatitur, e di që lejohet. Health benefits. Sa rroba që të shtojnë, në qoftë se ju donin që t'i mësoni se si të mblidhni oystrike, ju mund të vini këtu edhe të bëni një si tip kursi ofronin këto. Me sa mbaj mend se sa e bash online ishte 80 euro personi, por nuk e di në çfarë periudhe bëhej, se nuk u interesova shumë, se te 80 euro përfshihej edhe dreka në lokal. Që kështu ndoshta në të ardhmen burri na sjell të mësojmë si të sa me mbledhim. peshkatar burrin. Po. T'ja im qyll. Pa se ta nxjerr burrin për ditë në liçen atje. Që di qene se të janë detare. Por pas ka qenë këte i lokali. What's it like